vendosa të rikthehem në atë. Këto dua të ndajmë tash. Je shumë kurioze. Jo, Se është në Shqipëri po zgjodhi inxhinieri ndërtimi aty ka lekë. e zgjova tash do një arsye të logjikshme apo do një arsye shumë Dua një arsye sinqert. sinqert. Po. Që gjithë njerëzit i ka paniku. Edhe është ky mentaliteti që u ktheva ndaj, po mira, ka filluar punë, po si, po pse u kthye, pse është gjithë kjo vorbulla e pyetjeve që kanë përshtypjen të kanë bombarduar. Po, është normale. Lotë këtu. Sinqerisht, kur u ktheva në Shqipëri, Pse u ktheve njerëz se s'ma dhe përgjigje, Po, se ta pse bëre u që ktheva? ma përmende që fakti. Po. Edhe duhet të rinxjerrëm, mos kujto se harrova. Gjithë pyesin, a fillove punë. Po nuk sa gjete. Pas. Për intervistë suksesshme thuhet Jeni live. jepi sa më i sinqert edhe të kapësh targetin. Inshallah. Që na kapën emocionet. Përshëndetje. Mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Sa mirë kur e hap ti kështu. Është shumë Të gjetë edhe njërë unë shumë pozicionin e ftuarit. Me që hape mirë se erdhe edhe na fol pak kush je, sa vjeç je njërë duar ta dim. Okej. Para se të filloj përgëzime për emision, për podcastin. Je bërë shumë simpatike sot. Faleminderit. Dhe Edhe ti je bërë shumë zeti, simpatik sot. Shumë faleminderit. As nuk e kishim fare në plan këto komplimentet. Që shumë natyrshme. Jemi shumë spontan. Unë quhem Rubin Parlaku, jam 25 vjeç, duke u futur në 26 vjeç. Mos gënjej na faj fiks mosh. Aq, nuk e ke për moshën, edhe pse ngjaj shumë më i madh. Edhe e kam sa që të takoj një person thotë ti je 29 30 vjeç, jo, unë jam 25. Kam mbaruar studimet për master në Ni. Mbasi përfundova studimet, vendosa të rikthehem në atë. Këtu dua të ndajmë tash. Je shumë kurioze. Se të gjithë njerëzit besoj se këtë pyetje bën gjithmonë. Pse u ktheve, ha? E para është më mirë atje apo në Shqipëri. U ktheva sepse pata le të themi mikën të mendimet. U ktheva pasi nuk e gjeta veten plotësisht në Gjermani. Kur nisa për studime, unë e kisha pak a shumë të qartë që, okay, unë po iki për studime. Më fal që ndërpres, në çfarë moshe ike për studime? 22 vjeç. Që 3 vjet. Gjimnazin e ke kryer tu? Po, edhe gjimnazin e kam bërë në Shqipëri dhe bachelorin në EPOK. Epoka University. Që kur ika thash, okay, unë do iki, unë po iki për studime, jam shumë, isha shumë i bindur me veten time që unë po iki për studime, për kthimin akoma qesh në më dyshje. Domethënë nuk e kisha të vendosur a do kthem, a do rri, domethënë unë do shoh një herë si është jeta jashtë, a mund të përshtatem unë, si është pavarësia. Unë me gjermanishten jam munduar që të mësoj gjatë
viteve të studimit në Shqipëri, po kur je atje tek shteti gjerman është shumë ndryshe. Duket sikur s'di asnjë fjalë. Asnjë fjalë, shumë gjitha, zero. Po pse zgjonët të studiojë në Gjermani? Dëshira ishte kur kam mbaruar gjimnazin, që tendenca që gjithë po ikin, hajtë të aplikoj. Kur isha në atë mosh, ishte edhe kjo që prit se po ika një person, pse mos iki unë, pse të mos e provoj. Dhe pasi fola me prindrit thanë, më mirë rri bachelorin në Shqipëri, për master, je shumë më i matur, je shumë më i rritur, dhe sinqerisht Lorena është vendimi më i mirë që kam marrë, që kam qëndruar për bachelorin. Se edhe kur më pyesin çfarë i sugjeron studentëve të rinj, i them gjithmonë që rrini, bëni një bachelor në Shqipëri, e krijoni një bazë dhe mësojeni me vëllimin e një universiteti. Se kur kalon nga gjimnazi në universitet, është në shumë vëllim, është për mësimet shumë të vështira dhe është shumë e vështirë kur ti ikë në një shtet të huaj, me gjuhë të huaj, që duhet bësh pastaj edhe të kujdesesh për veten, jo gatimi, jo pastrimi, jo të tjera gjëra, dhe je shumë i matur. Unë kam shok që kam bërë dhe bachelorin jashtë dhe kam vazhduar për master, edhe shok. Domethënë edhe unë që shkova për master. Dhe të gjithë thonë që ke bërë një mendim pak, domethënë jo shumë njerëz bien dakord, thonë që ne na rriti, domethënë kjo ikja jashtë, po disa të tjerë thonë që edhe unë, nëse do ribëja, unë do ikja për master. Më nxori një temë që, më nxori një temë se përveç se është kjo shkputje për studime, është edhe shkputje nga familja. Dhe kam diskutuar jo më vonë se para një jave me disa miq tonë, që ky koncepti që është krijuar si i dhunshëm, paktën personalisht unë kështu e shoh që fëmijët kur shkojnë në moshë 18 vjeç duhet i shkëputësh nga familja, pavarësisht se ato nuk janë. Mua më duket i dhunshëm. Ose është bërë kjo propaganda që shkove 18 vjeç edhe duhet shkëputesh se s'bën. Unë mendoj që duhet vi më natyrshëm. Më natyrshëm, po jam shumë dakord me. Kështu që e mbështes atë mendimin tënd që duhet ndihesh shumë i aftë në veten, duhet ndihesh shumë i aftë me veten tënde, ti duhet të thuash, okay, unë mund të kujdesem për veten, sepse është një proces që nuk është shumë i lehtë. Se ti je mësuar që në familje që gjesh çdo gjë gati. Sidomos kulturën shqiptare. Sidomos, po. Ushqimi, rroba, gjitha gjërat gati. Dhe kur je jashtë që, siç e thash, ke shumë gjëra të tjera, duhet domethënë shumë e vështirë. Unë këtë rrugë zgjodha, jam shumë i lumtur, 22 vjeç, mora valizhet. Edhe jam baba. Për në një. Po nuk më the pse zgjodhe Gjermaninë. Pse zgjodha Gjermaninë? Po nga tërë shtetet në Europë, Gjermania që ajo që më ngrofi, le të themi. Është shumë vendi kontradiktor. Jam shumë dakord, po meniu sidomos kishte edhe, domethënë, Universiteti Teknik i Meniut është më i mirë në Gjermani, edhe thash, okay, dua të studioj në një universitet me një rang që njihet. Edhe thash, okay, do aplikoj, s'de. Unë po iki të
ta provoj. Gjermania shtet është në Europë është një nga pikat kryesore. Se thonë disa përse nuk shkove në Amerikë. Amerika e larg. Është shumë larg. Unë prindrit kur e kam bërë si mua vetë që dhe ku mund të iki, Amerikë thonë jo se është larg. Nuk kisha mundësi takime jo të shpeshta. Shumë rrallë ti do vish, ti thua në të moment që se unë do vi se do vi, po do vi moment që do vi. Ka pa jo rrjedha. Ka pa jo, unë s'po vi fare. Kështu më mirë në Gjermani. Unë kam dhe duhet të shtoj, kam dhe motra në Münih, që e kisha një bazë, le të themi. Po, zgjedhja e Müniut, që dhe për universitetit dhe prej bazës për motrës. Si e gjete veten përveç largimit nga familja? Në Münih e kam pasur pak të vështirë muajin e parë, 2 muajt e parë, sepse një shtet i ri, njerëz të rinj, unë dija anglisht, po është shumë ndryshe kur anglishtën ti e flet kur je për shembull për një prezantim për një gjë dhe është shumë e vështirë kur e ke në për ditëshmëri. Unë si person siç më njeh, jam shumë friendly, shumë miqësor, shumë i hapur, shumë i muhabetit. E kam patur pak këtë vështirë pjesën e miqësisë. Sepse ishin shumë të fokusuar tek grupet, tek njerëzit që unë takoja që të fokusuar tek grupet që tashmë kishin formuar? Që tashmë, po. Dhe unë isha shumë mirë aty, isha më i vogli në tër klasën. 25 vjeç, do të thënë më i vogli, është 22 më fal se 25 jam më falni. Po që u mundova që të dal nga zona e komfortit, bëhem më miqësor, të jem më i hapur dhe përfundova në një grup miqësor që sot e kësaj dite jam shumë i lumtur që i njoh, që i konsideroj shok. Ne na quanin një grup shumë multilingual, sepse ishim nga çdo kontinent i botës, nga Azia, nga Afrika, Europa, nga Amerika. Thjesht nga Australia nuk ishim Australia larg. Po që... Po Gjerman kishe aty në grup? Po, 3 Gjerman. Dhe kur kam ikur, ika me idenë që, me Gjermanët dhe mund mos eci shumë muhabeti, se nga ato që më kishin thënë, që jo njerëz të ftohtë, jo kështu. Jo ashtu, po doli që qenë në Gjerman shumë të mirë, shumë nice. Me që më doli të kjo tema që nga që më kishin thënë, janë të ftohtë, janë kështu, janë thjesht për shkrime këto, ti që ke qenë i brendshëm aty? Varet. Nuk mund të generalizoj, s'mund të them, ke Gjerman shumë të ftohtë që në shumicë janë në mosha mbi 40 e sipër, 50 e sipër. Ke Gjermanët e rinj, nga mosha 15 jo, po 18 e sipër që janë pak më modern, që janë mësuar me idenë internacionale, me që internacionale që duan të mësojnë. Po që një gjë që duhet ta them është që dhe moti bën të vetën. Moti i ftohtë e kam përjetuar vetë, është domethënë ka pasur ditë në motë ftohtë që unë thjesht nuk kam dashur të flas me asnjëri, thjesht ec drejt. Nuk kam dashur fare. Dikon shumë motit e natyrë njerëzve? Shumë. Është domethënë nëse ti do të shohësh sa i lumtur mund bëhet një Gjerman ose një person që jeton në Gjermani kur del dielli, domethënë
duhet ikësh në një park edhe i ke tërë gjermanët kështu. Banjo dielli shumë të lumtur, shumë të thënë dielli është në mungesë edhe Atëherë po fajsojnë motin, nuk janë gjermanët, ashtu siç thuat. Është moti. Është moti. Po. Po që tash kam kaluar 2 vjet që sinqerisht më kanë rritur shumë. Dhe Në çfarë aspekt kanë rritur? po tek aspekti më i komunikueshëm. Po pse tek ne aspekti- shqiptarët jemi shumë të komunikueshëm? Jemi shumë, po Apo jemi unë kam shumë e pasur unë kam pasur një gjë që kur bëja muhabet, domethënë nuk isha i pari që e nisja. Domethënë thjesht jemi një grup, më duhet të prisja një person që të Ta fillonte, që të ta hapte nxesë, që dhe unë pastaj. Po nuk e di shumë i komunikueshëm, s'jam domethënë shumë dependent Nga një tret në grup dijes, vetëm. nëse unë them ndonjë fjalë në anglisht, S'ka problem. Se Se kur është ndjes. ndonjë fjalë shumë e pakuptueshme, do të korrigjoj. ndjes, nuk isha më i varur në sensin nga amishe, jo gatimet, jo gjërat që është domethënë ajo shtëpia ime që kisha në një, e pastroja herë në 2 ditë, gatoja vetë, çdo gjë që është Me çfarë gatimi i krenohesh mamit të çfarë? çfarë gatimi, Byrek me qeve domat? Thjerzat i gatuj janë kështu, domethënë ka qenë gatimi im një herë njavë po një herë. Dhe kam shokët shqiptarë që më thonë, o, na të shmëndë, o, ti me thjerzat janë gjëja më e lehtë, okay. Po prandaj desha të them që domethënë gjë më s'është thjeshtë. në një lehtë unë shtoja në një erës kështu, ashtu që të ndryshoja shihen, po që thjerzat janë. Me pastaj risotto, pasta, gjellera, supra, që një periudhë që doja të testoja aftësitë e mia në ëmbëlsirë. Nuk dolën me shumë sukses. Po që duhet të praktikojmë. Po, domethënë Ingredientët i gjeje të shijshëm, se shumica ankohen që edhe kur gatojnë me bukur, i pyetje shumë e bukur, ja. Jo, duhet Apo isha nga ato shqiptarë që kur vjen në Shqipëri mush valixhen me domate, me gjalp, me nuk janë si ato shqiptarët, janë gjithë shqiptarët. Nuk janë si ato. Janë gjithë, vaj njëherë po. Gjisa. Me që presa tu aty në skaner, po s'ka që është më mirë se në Gjermani. Është shumë më mirë. Po që kishte, domethënë duhet të luftoje, duhet të shkoje në vendet artizanale që bën, domethënë që për shembull një market që e dije që oneri që turk që kishte zëra nga Turqia për mishin gjermanisht. Zotë madh, po laborator fare. Po që mbjetuam, erdhëm gjallë jemi. Po. Sërë që Gjatësin vazhdon ta kesh. po, jemi të gjatë, jemi të dobët. Po. Ka qenë edhe një periudhë që unë sinqerisht me krenari jam shumë i lumtur që e bëra. Fakti që u ktheva nuk Dua të ndalem dhe Po. një herë aty. Po. Çfarë formimi morë ti në Gjermani? Se të shoh që je shumë i kënaqur nga eksperienca, ndryshe nga shumica e personave që njoh që nuk janë shumë të kënaqur. Vinë me një frymë kështu të zymtë. Është moti. Është moti, po. Gjithë është moti, është pa i moti. Çfarë formim mora? Okej, pavarësisht pjesës profesionale që jo master, jo kështu, jo inxhinier, Që do e zhvilloj. Që do e zhvilloj po. Njoha disa njerëz të Loren që nuk e kisha menduar që do njihja në jetën time. Ka mësuar nga kultura shumë, nga histori
që i kisha dëgjuar thjesht në filma. Mendime që unë mendoja që mendimi im është i drejtë se kështu është e drejta, disa mendime që janë kundra meje, po kur e mendon thua, okay, prit një moment që edhe mund të bëj sens. Ka mësuar, nuk e di, më bëri shumë më ndje hapur, që në Shqipëri është pak problem. Po, desha të dije me që dole, tu më dalu pak. Është pak problem. As gjero më shumë. Është në Shqipëri është pak është më thënë shqiptarët thonë hajtë bëjmë një diskutim bie për politikë bie në një gjë dhe asnjëri nuk do ta pranoj që ore ka dhe një mendim tjetër, do që ta imponoj atë mendimin. Do që ti dalë gjithmonë e vetja. Do që ti dalë e vetja. Atje është pak më, domethënë, te ai grup që unë isha dhe dua ta theksoj është eksperjenca ime. Një person ka një eksperiencë tjetër, kjo është eksperjenca ime. Te ai grup që isha, duke që isha edhe më i vogli, kam dëgjuar shumë, dhe më kanë dëgjuar shumë. Dhe aty kam mësuar që, okay, një diskutim të shëndetshëm, dy njerëz mund ta bëjnë thjesht të hapet, thjesht domethënë t'jetë mundësia që mendja të jetë e hapur dhe nuk bëhet si shqiptarë që pastaj fillojnë me turë me kështu jo kështu. Është lezet, po që ka dhe mënyra të tjera. Jo. Po që është shumë interesante fakti që ke mësuar që edhe pse ke qenë më i vogli, të kanë dëgjuar. Po, është për mua që kanë treguar respekt, gjë që këtu në Shqipëri jemi rritur me këtë frymër, pushoti se je i vogël. Pushoti se je ti. I madhi ka drejt. I madhi ka shumë të drejt. Po. Ose vendosim atë barierën edhe egon në fillim që unë kam të drejtë edhe në rast se unë të dëgjoj ty, të dëgjoj thjesht sepse jepi, por në fund unë do të them mua s'më ndryshon një gjë fare. Sa mendon se vjen kjo? Është mungesë kulture, izolimi, mungesë eksperiencë? Nuk dua të them mungesë kulture, është puna egoizmi, jo. Nuk e di, është izolimi ka bërë të vetën. Izolimi gjatë viteve, gjatë atyre viteve ka bërë të vetën, të ishe burri i shtëpisë, të ishe më i madh i shtëpisë, ishte në fjalër jote ka pesh, është ligj. Dhe pastaj këto brezat e rinj që kanë filluar jo teknologjia, jo shohin në internet, janë bërë pak dhe mendje hapur. Po janë këto brezat e tjerë që i pranojmë. Po problemi është që edhe brezat e rinj e kanë trashëguar pak. Varet. Brezat e rinj nuk dua të them që kam pasur një eksperiencë, po se di brezat e rinj që kam hasur unë të paktën janë shumë kështu, po domethënë dhe të dëgjojnë dhe i bëhet shumë qefi kur ti i dëgjon që i merr një mendim, merr një gjë se bën vjen shumë të vlefshëm. Unë kur isha në Shqipëri, para se të ikja në Gjermani, unë isha më i madhi i grupit tim shoqëror, sepse që shfutur 7 vjeç në klasë të parë dhe isha më i madhi dhe gjithë më morën ti gjyshi me mendime gjysheshëm. Dhe kur ika në Gjermani dhe isha më i vogël, isha wait a minute për një moment. Edhe nuk e di, jam bërë shumë
nuk kam fjalë. Thjesht po është domethënë para se të ikja, dua të them dy gjëra, para se të ikja, disa emigrant që dua dile pak në anonim, më dhanë të porosi, thanë e para. Ti po ikën në Gjermani për të përfaqësuar veten, ti si ambasador i Shqipërisë. Në sensin që ti kur të ikësh jashtë dhe ndodhesh në diskutim në një tavolinë pse duhet mbrojtësh Shqipërinë, të hudhesh, jo Shqipëria, ti po përfaqëso veten tënde. E dyta, thamë, nëse ti do që të shijosh maksimumin e të jetuarit jashtë, mos e fokuso Shqipërinë, shoqërinë te shqiptarët. Sepse të vendosin në damkën, ti ky që rri me shqiptarët dhe nuk të afrohen të huajt. Dhe unë këtë gjë e zbatova. Nuk dua të them që fokusova te shqiptarët, po domethënë thjesht që qëllimi im që janë shqiptarët, kemi muhabete se me një shqiptar jashtë ti sa merr vesh që je shqiptar, o shqiptar, shqipe, o ç'a bëhet, o ç'a ka, kështu e bësh direkt e shoh. Dhe thash, dua të dal nga zona ime e komfortit, dua të bëj miq me të tjerë dhe zona turshit si shok të parë. Me shiu bresh. Po që unë normalisht nuk dua të them unë shok shqiptar kisha në një qenë domethënë shokët që kam pasur në gjimnaz në Shqipëri që dhe kur shkova në një e rifilluam shoqërinë, si mund të thuhet që jo u ritakuam, jo. Po që te grupi i Shqipërinë te ajo këshilla e parë që dha. Shqipërinë ana i mbrove atje në diskutim. Apo bëre sikur si ishe shqiptar. Dgjoj, sepse ka diçka. Shumica. Studentët që vinë nga kontinentet të tjera as nuk e dinë fare si Shqipëria. Çfarë është Shqipëria dhe që ekziston një Shqipëri. Dhe duhet që kur të prezantohesh, thua që është një shtet i vogël, kemi këto, është ato gjërat kryesore. Ama për ato që e njohin për arsye të gabuara. Për namin e zi që kemi Për namin e zi. Unë tani, s'mund të them, jo, Shqipëria s'është kështu, jo, do të thënë, nami del për një arsye. Unë kam pasur një eksperiencë në Gjermani dhe jam ofenduar shumë. Isha me këtë grupin dhe qem në një lokal dhe bodyguardi që shqiptar. Edhe direkt unë ika, domethënë e morëm vesh, këto shoh që ky është shqiptar, foli pak, kështu është, përshëndetje. Jemi për të ky lokali. Jo tha se ti e ke çmimin e kokainës shumë të lartë. Pa pik lidhje, ti do ikësh për këtë arsye. Ti që gato aptirë. Që to e thirësa. Po që kur ndjen këtë stereotip nga shqiptarët vet. Okej, po në rast se ndodhesh në një diskutim miqësor. Nëse jam në diskutim miqësor, normalisht që do ta mrosh veten sepse nuk jemi të gjithë njësoj. Pavarësisht se ka shqiptar shumë të mirë jashtë, siç je ti, motra jote, që prezantojnë denjësisht vendin tonë. Jam shumë dakord, po tërë diskutimi, domethënë namin unë s'ja hiq dot. Unë i them, kështu ka si jemi të gjithë,
është një pjesë e popullsisë, po napis nuk ja hiq dot. Dhe unë s'mund të tani në çdo muhabet unë prap të dal po prit se ne si jemi, prit ne si. Jo në çdo diskutim, po thjesht. Po që kur është muhabeti i Shqipërisë me Serbi, po jam. Aty është. Aty marr flakë. Aty është domethënë që është e vetmja temë pikante që jam pak shoh domethënë. Jam munduar që të mos shfaq emocione. Që mos shfaqesh ata në shqiptare. Emocione, po që me gjë logjike kështu ashtu. Po që jo tash nuk ika për ambasador të dhe Jo, e kuptoj, po. Jam Në raste siç e përmenda edhe më parë, në raste në një diskutim fillos ulmi direkt, normalisht që do është ajo fight or flight response kjo është. Po që nuk duhet të bëjmë atë rolin e që të rrim në heshtje, ndërkohë që hidhet normal, jam shumë dakord, por sepse ti prezanton veten, kudo që shkon, në radhë të parë prezanton veten si individ. Po, edhe pastaj vendi stereotipet. Kam dëgjuar shumë stereotipet Loren, sa thonin, a ka e luftë ju? Apo vazhdon lufta? Qa luftë, disa thonin, asini në Afrikë ju, domethënë që jenë shumë out, ishte shumë out të kjo pjesa. Po, për ato persona që një kështu tash, unë e bëja një mbrojtje, po sërse tani, se nuk do të dilja në një diskutim, jemi me shokët dhe të dalë tash unë bëjt një muhabet, se dhe të thot Rubinit, mos ja për më në fare se ky nxefet dhe ose fakti që vetë mbrojt kaq shumë ka diçka që shkon. Ka diçka që shkon. Më mirë thuj ato të tujat, bëj muhabet tjetër. Kjo. Po në një gjë tjetër çfarë do veçoje nga Gjermania që do doje të ishte në Shqipëri? Kemi një kulturë shumë të frikshme neve në Shqipëri që kam përshtypjen që vitet e fundit po ndryshon, po është dhe për shkak se që kemi një mungesë shumë të madhe. Është fakti që të rinjt i gjen vetëm në lokale. Atje në Gjermani të rinjt kanë lloj-lloj aktivitete, shkojnë në sport, bëjnë diçka, shkojnë në park, shkojnë në hiking, bëjnë shumë gjëra se që i ofron shteti. Ka shumë gjëra. Ti në Shqipëri të rinjt i ke në lokale se është dhe fakti që nuk kanë shumë, domethënë sërse shteti po i ofron shumë, po është pak edhe kjo që çfarë do bëjmë lokal. Por është edhe çështje ekonomike, besoj se të ndjekësh sportet është pak e kushtueshme. Edhe shteti nuk më e kushtueshme që trish në lokal kafeja me një shkuar për ski, po themi, ose për kur e them për të në lokale them tek pjesa jo e kafes në mëngjes, them në darkë, mas dita kështu. Domethënë janë meniu ka shumë parqe. Edhe atje më lindi shumë dëshira që kur dua të dalë me një shoqëri ose bëjmë një grup, hajde të ikem të një park, një piknik, marrim me ushqime, gjëra, lojra, muzikë, thjesht ta bëjmë si gjë. Në Shqipëri, kur e hedh si propozim, hajtë shkojmë te parku i liçenit për të një piknik, qa mendon ti, si qa është kjo, ne hajtë gjim në një lokal, dhe është pak... Ka ngelur akoma ajo pjesa që kjo s'është më mirë t'jenë në restorant sa dukem dhe në po ka ndryshuar shumë, në fakt. E kam vënë në re që tani ka një rritje të madhe
jo në park, vetëm se në liçen të kemi sa park që mund të kesh në Tiranë. 2. Liçenën edhe farkën që Fark, bëjnë qoftë kanë tjerë se ndërtimi. Kanë tjerë ndërtimi, sa farkas nuk është më. Po, kam vënë re që është rritur shumë jo kërkesa, po dhe pjesëmarrja për hiking. Që është, domethënë, unë e kam provuar për herë të parë para një muaji ose jo 2 javësh, një muaj, dhe është gjëja është shumë e lodhshme, e lodhshme, po është gjëja më e bukur, më të bën dje, po, shumë është një aktivitet që unë doja sugjeroja çdo personi. Hiking gjermanët e kanë të taksur një herë në javë ditën e diellit. Është domethënë, okej, jo të taksur që të gjithë, por që shumica e gjermanëve një herë në javë shkojnë në hiking. Transporti është komplet ndryshe në Gjermani. Shkojnë në hiking, shijojnë, janë pastaj të nesme gati për në punë. Do me thonë të merri kulturës tonë që ndrote të kafet, se nise kemi kulturës të mërshme. Është jo kulturë, është mindset. Gërçi më i madh është të kafe. Është mindset, po tash është edhe faji i shtetit që nuk i ofron. Unë nuk shoh ndonjë qendër sportive që të rinjt të Po, qendër sportive pa lek po flasim. Qendër sportive pa lek edhe me lek, nuk thjesht janë palestrat janë, domethënë që janë shumë në numër, po për qendër sportive unë mbaj mend në një ishte se mbaj mend fix emrin që të mos të gënjej, që një organizacion, një organization, Organizat. Po, një organizat që për studentët e mënyrët në çdo universitet të ofronte kurse në çdo sport të mundshëm. Në futboll, në karate, në archery, në volleyball, në basketball, e kishte domethënë është thjesht një organizat që ta ofron dhe ti kishe kushtet për të krijuar një hobi, se fundi as sporti është një hobi, s'është as punë, as detyrim, është hobi, është gjë për qef. Dhe këtë e shoh shumë, domethënë Shqipëria ka një mungesë shumë të madhe. Dhe nëse ka, se tani dhe unë ndoshta nuk di, duhet ta përhapin shumë. Kështu mendoj unë të paktën. Kështu mendoj unë të paktën. Po, na fol pak tash për formimin arsimor që morën në Gjermani. Arsimor. Kur unë bachelorin në Shqipëri, unë kam bërë për inxhinieri ndërtimi. Dhe aty mora bazën e Pse zgjodhe inxhinierin e ndërtimit, ka lek aty? Apo e ke Next pasion? question, lutem. Jo, është Se në Shqipëri po zgjodhe inxhinierin e ndërtimit, aty ka lek. E zgjova tash do një arsye të logjikshme apo do një arsye shumë Dua një arsye të sinqertë. Sinqert. Po. Kam babin me inxhinier ndërtimi. Jo, po që gjatë gjimnazit unë kisha qef 2 lëndët e mia të preferuar që matematika dhe fizika. I kisha domethënë për shkencore dhe për këto të dyja unë kam qenë shumë i apasionuar. Dhe çfarë dege mund të zgjedhësh që i përfshin të dyja shumë mirë, që është e zhvilluar edhe në Shqipëri, inxhinieria e ndërtimit më ngjajti pak më si zgjedhje më atraktive. Edhe sigurisht që
kisha edhe një PR shumë të mirë që ishte babi që më thoshte hajde se do bëjmë këtë, hajde se do bësh këtë, hajde. Në epokë mora bazën, në master thash, okay, struktura është një inxhinier strukturist është një profesion shumë i kërkuar dhe shumica janë në Shqipëri. Unë dua të bëj një gjë pak më ndryshe, që në fund të ditës edhe nëse unë nuk qëndroj në Gjermani dhe rikthehem, dua që t'i jap diçka më shumë Shqipërisë. Dhe zgjodha specializim në rrugë, në infrastrukturë. Tekniku i meniut e ofronte si DEG, quhet Transportation Systems, dhe baza e DEG-ës, domethënë kishte 3 specializime në atë DEG, që një ITS, që ishte Intelligence Transportation Systems, që merrin me automizimin, me sinjalet për transportin, me shenjat me AI, me teknologji. Ishte TDM, që ishte Transportation Demand Management, që merrin me kërkesën e transportit, domethënë studimet të një lagjeje që aja vlen që të shtohet një stacion për një autobus, aja vlen kjo ajo, dhe e puni që për infrastrukturën që e zgjodha unë, merret me infrastrukturën rrugore të shinave, qoftë në tram, qoftë në tren, dhe të aeroportet. Dhe zgjodha atë, shkoj shumë mirë, 2 vjet e gjys, shkoj shumë mirë, bëra temën e masterit për është shumë teknike, po thjesht në një po ta përshkruaj shumë thjesht. Thjesht për mua s'po më vjen fjala teknike në shqip. Do thuaj në anglisht, ka problem. Është për sleepers, janë në shinat e trenit, janë shinat e që vetë një siguri për shkiti. Betoni, jo, që i mban. Unë e bëra për forcat, nisë, e mbarova, aty në ato 2 vjet e gjys kam mësuar që me disiplinë mund të arrish çdo gjë. Në sensin që kur isha në epokë dhe në gjimnaz, kur vinte provimi, domethënë data e provimet, ne gjithmonë mësonim një natë përpara. Është gjenerali kjo besoj. Është domethënë që një ditë përpara, okay. Kur ika në Dum, aty pash që vëllimi ishte shumë i madh, shumë voluminoz, edhe ishte hera e parë që unë mësoja 2 javë përpara provimet ato. Edhe me disiplinë arrita që ta përfundoj me notë shumë të mirë, me sukses, edhe me një karton që thuhet aty MCS, Rubin Pallak, inxhinier. Inxhinier taksator. Inxhinier. Krenaria e madhe të si të da ike Jovan Bregu, unë kam qurin inxhinier, me që desha të preka të pjesën që të në disiplinë në rrijet gjithë shka. Tash i faj, ku qëndron? Po lidh me krahasimin e sistemit këtu me atje. Që the këtu jo, faj është faj nuk është sistemi, faj është i personit, i individit. Faj është çdo njeri duhet jetë i disiplinuar. Kur i përket pjesë, do të jo, në çdo gjë. Unë pata një fazë reflektimi në thonjza, ishte semestri i 3 dhe unë për 10 ditë unë kisha 2 deadlines, një provim që konsistonte në 2 lëndë
bashkë. Dhe ishte ai moment që njeriu shef filma, thot ha se do mësoj, ha se do mësoj, do mësoj nesër, ha se do mësoj nesër. Që domethënë aty e kam parë veten shumë domethënë shumë ngushtë. Edhe thash, unë zgjova në një ditë shumë të bukur, thash, okay. Unë do mundohem që të ndaj ditën. Nga ora 9 në orën 2, unë do iki në librari, të bëj atë gjërat e mia. Nga ora 2 dhe më vonë unë do vi në shtëpi dhe unë nuk do mendoj gjë fare për shkollën. Domethënë do merrem me gjërat e mia. Nuk gatime, do gjëra kështu, sepse është shumë e rëndësishme që ti të ndash qefin, domethënë hapësirën ku ti bën duhet të fokusohesh dhe për qefin. Se është shumë e vështirë kur ti studion, han, lan, pastron, shef, qan, qesh tek një vend. Është shumë e vështirë dhe unë frytet e kësaj unë i pash te kjo javë e tmerrshme dhe në 10 ditë i dërzova kjo në Gjermani. Po, kjo në Gjermani. Po pse e kemi ne këtë se jam dakord me këtë pjesën. Pse kemi ne në Shqipëri këtë mungesën e disiplinës? A ja vëm fajin sistemit arsimor? Jo, unë s'po e bëj fajin, është e njeriut, është njeriu duhet të shumica e të rinjve e shajnë sistemin arsimor shqiptar, këtu nuk mësohet, këtu nuk bëhet, këtu, okay që ka mangësi, po kanë edhe këtë pjesën e vetë disiplinimit, siç thënë ti. Unë mendoj ai që, domethënë, okay, ka mangësi si sistemi shqiptar, jam shumë dakord. Po nuk mund t'ja vesh shfajin për faktin që unë nuk kam një disiplinë. S'mund të fesosh, ti duhet ta qesh te vetja, ti duhet të jesh vetë që okay, unë do bëj këtë sot. Unë nesër do bëj, duhet ti që në fillim, që kur zgjohesh në mëngjes ti duhet bësh një plan pune, një listë. Unë kam këtë që unë po e bëj, është viti i dytë që zgjohem mëngjes, bëj ato të mijat dhe në fund të ditës isha në tik. Kur janë shumë tike dhe me çaj shkruan me stilolaps? Ja, e bëjnë në Excel. Është shumë inovative kjo. Edhe është kjo, nuk e di nëse e ke lexuar librin e Atomic Habits. Kam dëgjuar si titull, por nuk e kam lexuar. Ta sugjeroj shumë. Është unë nga ky libër kam marrë shumë praktika. Aty thotë që duke nisur një Atomic Habit është domethënë një habit shumë e vogël që në titull thotë duke e nisur një habit, një zakon që ti e urren që ta bësh ose një gjë që ti duke e nisur pak nga pak ti arrin që të bësh zakon dhe të bëhet ti kështu si normale. Njohën atë filozofinë tjetër që thonë merri ato punë që ti ke më bezdi, bëj të parat edhe pastaj. Po, kjo është një tjetër praktik që thot është që për një punë që ti e ke shumë bezdi, duhet ta bësh përpara një pune që ti e ke me qef, që ti gjatë kohës që ti po bën këtë punë e vështirë, ti ke stimul që do bësh atë që kjo. Dhe në fund fare thot një tregues shumë i mirë është që një person të vendosi ato punët e veta me qëllimet dhe në fund të ditës të shënoj që nuk e bëra dhe ti e shef vizuali që a kam qenë shumë produktiv sot, a kam qenë shumë neglizhent. Edhe unë këtë e kam bërë dhe sinqerisht them është gjëja që një person e bën shumë kollaj, është gjëja që të bën, domethënë të jesh shumë produktiv, shumë produktiv. Është shumë problem i zgjeruar këtu në Shqipëri, po është edhe vështirë, mendoj unë që të marrësh një disiplinë të fortë. Për arsye sepse, okay, për
detyrat që ti i vendos veten që kryesisht varen nga ti. Po kur je i futur në një sistem pune, shkolle ose aktivitete ku përfshihen shumë njerëz, të tjerët dalin të padisiplinuar edhe që dalin ose në group projects, sepse janë zinxhire dhe ngel hallka diku edhe nuk realizohet ajo. Kështu që është një problem sistemi, mendoj që duhet korrigjuar. Po. Bënin gjithë individët kështu nga një checklist. Si fillon edhe sigurt. Pastaj gjithë ishim shumë të lumtur. Jo, se bëj shaka. Jo, s'bën shaka. Unë dua të di ti ike me shumë pasion që do sjellësh diçka në Shqipëri. Po. Çfarë do sjellësh ti në Shqipëri? Çfarë do sjell unë në Shqipëri? Pyetje shumë vështirë kjo. Sepse si fillim unë të vlerësoj njerë për faktin që je 25 vjeç, ishe në Gjermani, marrove shkollën me sukses, kur ndërkohë gjithë 25 vjeçarët këtu ndronë që t'iken në reverse. Edhe ti zgjohet vish këtu. Edhe Rubi është akoma pa punë. Kjo të vlerëson akoma më shumë. Nuk jemi shika. Nuk dua të them që jam pa punë, dua të them që jam në kërkim. Po, jam në kërkim dhe si thot, po mundohem të qej vetëm. Arsyeja që e thash kështu me kaq zë kompoz që është pa punë sepse dua të theksoj diçka që gjithë njerëzit i ka paniku. Edhe është ky mentaliteti që u ktheva ndej, po mira, ka filluar punë, po pse u kthye, pse është gjithë kjo vorbulla e pyetjeve që kanë përshtypjen të kanë bombarduar. Po, është normale. Lotë këtu. Është normale. Nuk unë sinqerisht i them se jam mësuar që sa që bëj këto mbledhje kafet me familjen, fisin e këta me shokë, pyetja parë, si është gjendja? Edhe thjesht i them, kur të gjej, do ju them. Do e bëj status, ose do bëj mbledhje. Do ju them, gjeta, të lutem shumë, më lini, mos më kujtoni. Jo, po, sinqerisht, kur u ktheva për në Shqipëri, pse u ktheva njerëz se s'ma dhe përgjigje, se ta bëre që pse u ktheva. Pata shumë arsye. Njëra që përjetova unë fatkeqësisht dhe e them me shumë kështu, unë nuk arrita që të isha një student që edhe të bëj një part-time job edhe të studioja. Këtë nuk arrita, të doja shumë që ta bëja, po nuk arrita se shkolla ishte shumë e ngarkuar, shumë voluminoze dhe nuk munda. Pata një glimpse, një shkëndi. Jo shkëndi, po kur po bëja temën e masterit, u detyrova, më duaj që të shkoja në laborator, që në orën 10 të mëngjesit, dhe dola dhe kam dalë në orën 6 të pas ditës, jo pasaj një orë rruga për në shtëpi, unë orën 7 në dhomë. Dhe aty thash, okej, ora 7, vetëm, tashi, nëse kjo është jeta monotone, që unë jam vetëm, në gjatë një ditë pune, unë vi në shtëpi, jam vetëm, as nuk kam të thënë, a do bëj, a do laj rrobat, a do bëj në një gjë, dhe kjo më friksoi fakti që isha vetëm, sepse ti më unë jetoj daja, tezet, hallat. E rritur në komunitet, jam rritur në komunitet. Në të mëdha familjare. Në zhurmë dhe kjo pjesa që, erdha, jam vetëm, kjo më friksoi pak. Nëse do kisha gjetë një partner, do ishte punë tjetër. Pse nuk e gjetë, se më tolen temë. Pse nuk gjetë një partner? Pyetje personale për në fund të viteve. Po që kjo më friksoi
pak. Një arsye tjetër që fakti që prindërit e mi janë shumë në moshë dhe sot, kur isha student. Nuk jam dash në moshë, po Rubi e percepton ndryshe. Okej, jo, se dua të dalë në një kështu tjetër. Kur isha student dhe për ndonjë hall edhe mund të shkoja pa direkte, po kur je në punë del ai halli pas shumë vitesh, jo të marr leje, jo po prit, jo pa ashtu dhe nuk je i gjimshëm. Dhe thash, okay, unë të paktën do jem aty. Domethënë kam prindrit për ndonjë gjë, më kanë mua, për çdo gjë të vogël. Sa me fat janë prindrit e tu që kanë një çunë si ti, këtë nuk e them kontekst shakaje, sepse shumica e të rinjve shqiptar fatkeqësisht mundojnë që të largohen sa më shumë nga prindrit. E shohin si bar ose duan që e kanë huazuar shumë keq atë kulturën e të huajve që i marrin telefon vetëm një herë për vit 3 ose se kam dëgjuar shumë për këtë, kam dëgjuar ndjeshmëria që ke ti është për të vlerësuar, edhe për të marrë shembull. E theksoj këtë, e them sinqerisht. Shumë faleminderit. Jo, unë për ato domethënë gjithmonë që jam aty. Unë jam djalë i fundit, kam 2 motra të mëdha, që të dyja janë jashtë. Edhe kur merja mami kur isha në Gjermani, që të gjithë ne ishim jashtë, po të kisha njërin kështu si mikë, të unë bërë atër këto kalamoj dhe ikë të gjithë. Edhe kur gjon këto komente, thë po prit një herë, do në ti po thua, jo po rria ne, jo po hajde, jo po tësh. Dëshira e prindërve është gjithmonë që ti ke në pranë, pavarësisht se ato nuk e shprehin, sepse duan gjithmonë që fëmijët ta shohin më mirë, po thellë dëshira e tyre është normalisht që ti ke pranë. Kjo ishte një arsye. Tjetër një arsye, kjo është tani arsyeja më teknike dhe më profesionale. Tash gjitha arsyet janë shumë në gjykimin tim në fund fare që kjo vure prioritetet, po. Çfarë do fitoj unë, çfarë do kështu. Një arsye tjetër është që për infrastrukturën në Gjermani është gja e zaruar. Domethënë Gjermania në sensin e infrastrukturës është thjesht me rikonstruktime të rrugëve. Thjesht ka nevojë për mirëmbajtje. Për mirëmbajtje. Domethënë është thjesht rikonstruktim dhe mirëmbajtjes. Nuk ka shumë pak projekte tek pjesa e zhvillimit. E futjes së një linje të re, e një rruge, ka shumë pak projekte. Në Shqipëri e dim shumë mirë. E ka një të mirë Shqipëria. Në Shqipëri e dim shumë mirë. Nga e keq ajo e madhe dhe një e mirë. Në Shqipëri thash, domethënë kam më shumë dhe unë si inxhinier ndihem shumë i plotësuar, nëse unë pas nesër unë projektoj një rrugë që lidh 2 fshatra ose një qytet me një qytet, ose nëse do ishte shumë kështu që sjell një linjë të tramit, të metros, domethënë do ishte ideale. Do ishte shumë dhe unë ndihem shumë i plotësuar. Të na i gjeve këto gropat. Pasaj tek pjesa të mos na prishej makina. Rrugët në Shqipëri. Të kishim ato kolektorët e ujit që mos përmbyteshim nga një shi. Thjesht. Është shumë e çuditshme që se si, domethënë të kishim një trotuar më të gjerë ku mund të ecim rehat. Janë disa gjëra projektimet ose me ato që kam parë me syrin e një banori në një janë shumë detajista tek pjesa e rrugëve. Domethënë për drenazhim, për gjëra, për janë sot e madhe janë. Po sepse infrastruktura rrugore është baza e zhvillimit. Është baza, po ku është baza këtu? Jam shumë dakord, po ku është
bazë. Ka aq shumë, të gjithë jemi të vetëdijshëm që këtu ka aq shumë punë për të bërë, po Po. ti si e shef? Unë e shoh që ka shumë punë për të bërë. Jo, se e shef në kuptimin që a kemi shpresë që do bëhet diçka. E para njerë duhet të rregullohet pak kjo pjesa e dhënieve të lejeve të ndërtimet. Unë kam mësuar në TUM, në shkollën time, që kur jepet leja për ndërtim, do bëhet 7 katësh, 10 katësh, një pallat, bëhet studimi dhe e kishin me standarde, me guidelines në Shqip. Si është? Me Këto që do linja udhëzimi. drejtojnë. E kishin që të bëj studimi që a mundet kjo rrugë, kjo infrastrukturë që është gja të mbaj njerëzit që do, jo njerëzit, po edhe trips që bëhen nga pallati që futen dhe që dalin. A është në gjendje... Sepse në rast se rriten banorët, do rriten automjetet, do rritet... është zinxhir. Është zinxhir. Dhe nëse është nëse del nga studimi që rruga është gja ka atë kapacitet, jepet leja shumë bukur. Nëse jo, ose nuk jepet, ose do zgjerohet rruga, ose do bënë gjë. Në Shqipëri ke 7 kulla që po ndërtohen aty në qendër me një rrugë që ka që në kohë të pau. Unë nuk e di me sa mend I japin këto lete kullave, po që është tjetër muhabet. Është e rrezikshme. Është tjetër muhabet. Shqipëria ka pasur një potencial shumë të madh tek pjesa e rrugëve, se shumica e rrugëve janë të dizenjuara nga italianët. Dhe ato, unë këtu po marr në shembull, është rruga e s'po vjen me emër, që është në Vasil Shantët, që të shon te rruga e Kavajës, duhet jetë po, që është pjesa që të shon te 21. Që është me ndarse me lule. Dhe italianët thanë në fillim që ne po e bëjmë ndarse se Shqipëria nuk ka kapacitetin e madh të rrugëve, të makinave, që të mbushen çdo kështu. Ama në të ardhmen ju hiqeni dhe dizenjojeni sa më ta shfrytëzoni sa më mirë. Jemi në 2025 dhe është akoma ajo që unë se di çfarë bukurie ka ajo lule që janë atë, nuk e di. Ajo, ta them unë çfarë bukurie ka ajo është që njerëzit futen aty dhe kalojnë rrugën. Nuk e di, domethënë, nuk e di. Në gjithë këtë kaos infrastrukture që kemi këtu, a kemi shpresë që të rregullohet nga ana profesionale, si është? Në rast se ka dëshirë e vullneta, mund të zhbohet kjo që është bërë? Varet shumë nga shteti, po një nismë e kësaj do ishte thjesht mos dhënia e lejeve të ndërtimit. E kemi vënë që Shqipëria, që Tirana ka pësuar një bund të ndërtimeve, vetëm me pallate, gjëra. Ato njerëz te cila rrugë do ikin, te ajo rrugë, po duhet ta zhvillosh, duhet ta zgjerosh, duhet të krijosh. Na shteti thotë, jo, sepse ai miku që bën tender e kullave, mua vjen. Do futesh ti nesër në një vend pune, edhe do marrësh ti. Fjala jote. Do futesh. Se na duhesh. Edhe do hasesh me këto problematikat që do jepen leje ndërtimi e kështu gjëra të padrejta. Si e shef ti veten? E ke menduar ndonjëherë? Nuk e kam menduar, të drejtën. E shoh veten shumë të drejtë për këtë botë. Jo, po sinqerisht. Mirë se erdhe në grupin tonë. Po që
sinqerisht e shoh veten, unë do jap arsyetim tim pse nuk duhet bërë, pse duhet, pse domethënë çfarë janë pros dhe cons të këtij ndërtimi. Çfarë janë të mirë dhe të këqija. Mirë dhe të këqija, tani nëse shteti thotë fundja mos më intereson çfarë mendon ti, unë do ja jap se kështu kam bërë një pazarun ose pronari i firmës thotë çfarë mund të bëj unë si një inxhinier domethënë. Unë kështu e mendoj. Unë do mendoj, domethënë qëllimi im tani për të ardhmen është thjesht të marr një eksperiencë. Duhet të marr pak një eksperiencë, pastaj pas shumë vitesh të më menaxhoj një projekt edhe pse jo të hap një firmë ndërtimi për rrugët, jo pallate. Rrugët, vetëm rrugë. Me zor po i presim. Kam gjë e kam menduar, do themi shiko. E kam menduar, dua të dëgjoj një mendim nga sepse kam menduar një projekt në time se si mund të lirohen rrugët në Tiranë. Është Lana që është nga Shkoza, pothuajse gjithë qyteti. Pallati me shigjeta. Unë kam menduar që Lanën të vendosësh një shtresë betoni që të përdoret si për ujëra të zeza dhe aty të vendosësh thjesht 2 korsi që është vetëm për autobusin e Unazës, që thjesht një që ikën dhe një që vjen, që është vetëm për autobus, nuk lejohet fare as makinë, as një gjë. Po, një korsi e dedikuar. Një korsi e dedikuar dhe aty do shihet që çfarë ndikimi ka me të vërtet një autobus që është në Unaz, që është domethënë është përshkruar në gati, okej, jo gjysmë, po që është një pjesë më të mirë. Pjesë shumë më të mirë, që është shumë e ngarkuar si linja ajo. Ky është mendimi im, se Lana në fundit çfarë bukurie ka. Është bërë tualet. Po. Domethënë i vetmi problem që mund të haset është thjesht që fakti që Lana fryhet kur bie shi, po me një drenazhim të përsosur kjo dhe mund të evit të shmanget. Kjo është një mendim që e kam menduar, domethënë kështu kur ëndërroj. Do e presim këtë pjesën, edhe do e theksojmë që masa e dëgjon dikush. Po që, jo, është, sinqerisht është, sepse është një shprehje që thotë, suksesi i një shteti është sa e ka mesataren e shpejtësisë. Në sensin që sa shpejt shkojnë gjëra, sa shpejt lëvizin. Dhe është shumë turp në një qytet si Tirana që thonë njerëzit autobusat janë shumë të avashtë, janë shumë shposh. Po për metron çfarë mendoni, duhet Tiranës metro? Metro. Në mendimin tim, metroja do një investim shumë të papar. Duhet jo tunelet, jo... Okej, tani unë po dalë tek pjesa, sepse thonë që poshtë Tiranës janë gjatë tunelet. I keni të gatshme. Janë të gatshme, po unë po e marr... Ti shfrytëzojmë ato tunele. Edhe kemi punën gjysmë të gatshme. Duhet një investim shumë i madh. Kam shpresë që treni i ri që po bëhet, Tiranë aeroport Durrës, do i tregoj shqiptarëve që transporti publik ja vlen. Ama kjo do ndodhi vetëm nëse ato që menaxhojnë do e menaxhojnë linjën e trenit, vendosin një çmim të biletës shumë të arsyeshëm. Sepse ti ke një udhëtim
taksi nga qendra ose nga lagja që jetojnë në aeroport e keme 10.000 lek ose 11.000 lek var. 1.000 lek. 10.000 lek të vjetra. Po. Që ti të qartë. Dhe nëse ai e vendos çmimin te 5.000 lek e sipër, pse? Domethënë një qytetar thot, unë pse duhet të marr taksi? Jo, trenin, që është dhe vajtje dhe ardhje nëse ti do ikësh të presësh ndonjë shok. Po, nëse vendos mbi 500 lek. Po, është as nuk ja vlen fare dhe jam shumë kurioz që se si do e menaxhoj. Sepse është nëse kjo është një sukses, atëherë i ndryshohet dhe mendja e shqiptarëve. Okej, ja vlen, do... Ja vlen, në rast se do kishim një sistem të tillë, do kishim një metro në Tiranë. Edhe njerëzit që kanë mundësinë do e lenin makinën për arsye jo ku shparkon, edhe është një transport i shpejt. është transport, po nxiten gjithë edhe ato që kanë mundësitë. E vetmja unë mendoj, nëse metroja do u bënte në Tiranë, do ishte me shumë stacione të kufizuar. Sepse nuk metroja kemi kapacitetin e dur. Nuk është Tirana shumë e shtrirë që ti të bësh një linjë metroje me shumë stacione. Unë mendoj që metroja le ta zejmë që fillon, te shesh Tufina, kush është një pikë më e largët. Domethënë sepse as më e largët nuk mund të quhet, duhet të jesh e zejmë që fillon në shesh Tufin. Me shpejtësinë e metros ti direkt e shkon në qendër. Po aja vlen për një person që për shembull nga shesh Tofina ai do iki jo në medrese në Tereza, që do iki deri në qendër dhe të kthehet prap. Domethënë është do jetë një metro shumë unë nuk e mendoj si ide, unë personalisht. Unë them o treni ose pastaj autobusat, që duhet korsi të dedikuar, edhe jo korsi siç e kemi që vinë makinat që i parkojnë. Nuk kemi korsi as të emergjencës janë bllokuar jo më. Një korsi të dedikuar që është vetëm për autobusat, aty do ju rikthente edhe shpresa qytetarëve që transportet publik vlen shumë. Shumë mendoj. Pastaj një gjë tjetër është puna dhe e mindset të shqiptarëve që është unë do marr mentalitetit, unë do marr makinën se unë nuk hyj në autobus. Po, është kjo që po diskutonin në rast se kushtet janë të mira dhe shpejtësia që ai lëviz nga pika A në B. Po. Është përshtatshme për individin, besoj se ndryshon mendësia. Shumë. Domethënë, kështu mendoj unë që do ndryshoj, po sepse e kam vënë re kur je në Gjermani, Google Maps është shpëtim. Edhe shef çfarë do të marr unë, çfarë duhet për të arritur në një pikë. Në Shqipëri më duket vjet u bë që edhe stacionet e autobusave që dolin që sa minuta duhet që ti të ekzistonte një aplikacion. Po që e faqja e bashkisë, po sa e çfarë futur unë funksiononte. Po, domethënë që kjo dhe në Google Maps që ky prezantimi që ti dhe mund të shije. Vinë në Shqipëri, unë do ikja nga shtëpia ime që është në rrugën e Gramjena te Farka. Nëse për në shesh të Wilsonit. Thash unë do e shoh një herë me autobus. Unë në këmbë, unë mund ta bëja për 35 minuta. Autobusi më dile 42 minuta. Tani kur bëj
është kjo që thamë, në rast se ne kemi një shërbim dinjitoz, ndryshohet dhe mentaliteti. Është. Kemi shumë shpresë për një të ardhme. Kemi shumë shpresë. Unë mendoj që Shqipëria ka një potencial që dhe mund të zhvillohet. Dhe një nga arsyet që u ktheva thash është që unë të sjell, unë të bëj një gjë që Shqipëria pas nesër të jetë një vend që thotë, okay, ja vlen, okay. Do të sjell një inovacion, sjell një gjë që një risi dhe t'ja bëj funksionalitet. Normal, po. Thej që kemi potencial edhe kemi shpresë. E the në aspektin që kemi potencial të zhvillohemi, po shpresë ke individët, shef? Kemi shpresë si popull që kur thua shpresë të individët e ato që janë në pushtet apo shpresë të gjithë. Se ata që kemi në pushtet përfaqësohen nga shumica e shqiptarëve, kështu që është ndërsjellja si nga ata që kemi në pushtet edhe nga kryesisht nga shoqëria. Nga shoqëria. Si shefti? Unë e shoh që do vi një moment, se duhet të kishte ardhur, se është i moment kjo pastaj. Po fakti që s'ka ardhur është e dukshme, po tani majmë shpresat ke ardhmja. A do të vijë ai moment? Unë mendoj që do vi një moment që edhe shqiptarët është, sepse nuk dua të futem shumë tek pjesa politike, është shumë, jo thik me pres, po jo, thuaj atë që mendon. Është gjë. Më intereson shumë opinioni jot, sepse edhe ke marrë eksperiencën. Po. Edhe je në një fushë që ne kemi shumë nevojë, por ka ardhur dhe me shpresa dhe me shumë pozitivitet, le të themi. Po. Prandaj më intereson shumë opinioni. Unë kam ndjekur këto 2 zgjedhjet e fundit. Dhe ishte një statistik që më friksoi pak, ishte fakti që në pjesëmarrje të votave që shumë e dobët, më duket, nëse jam gabim shumë ndjes, po nën 45 se në 40, që është shumë turp. Kjo një dhe e dyta, pjesa më e madhe ishte e votave që janë të mosha e vjetër. Pse mendon ti se është e rëndësishme pjesëmarrja në votime? Sepse çdo person duhet të dëgjohet zëri, çdo person duhet të japë votën, është detyra jote ligjore që ti të japësh një votë për të ardhmen e vendit. Dhe ti s'mund t'ja lesh në dorë moshës së tretë për një të ardhme dhe pastaj ti të ankohesh ky s'bëhet ky vend, po jo nuk bëj jo, unë do iki. Ti duhet at least ti duhet të marrësh, ti duhet bësh atë gjën tënde. Po, ti duhet të përpiqesh. A nuk mendon ti se kjo stepja ose mos pjesëmarrja në votime vjen nga të rinjt sepse nuk shohin shpresa, nuk shohin ndryshime dhe nuk e shohin që zëri i tyre dëgohet. Okej, unë po votoj, po vota ime shkon tjetër kund, tjetërsohet, shitet. Po. Është edhe kjo që e kanë këtë frikën që edhe mund të shitet dhe hase unë do votoj, po e di rezultatin. Po neve duhet të pa ndryshuar ato në kohë të shtetit, nuk është situata siç është tani në Shqipëri është pak e frikshme në sensin që ato nuk duan të lëshojnë vend, janë thjesht ato të vetit. Edhe po thash shpresa kemi shpresë. Domethënë duhet jemi nuk mund të jetojmë një të ardhmen që me mindsetin hase ky vend që Shqipëria nuk bën. Modësim, falni. Është domethënë gjithmonë duhet të jesh sepse në fundja një jetë kime. Duhet të jesh gjithmonë pozitiv. Okej, do bëhet çfarë roli duhet bëj unë, çfarë duhet bëj unë, okej, kaq. A mendon ti që
moshatarët e tu janë kaq të ndërgjegjshëm sa që mendojnë që unë do rri në Shqipëri, do investoj në vendin tim, do përpiqem të bëj maksimumin edhe shumica zgjedhin rrugën e shkurt, Shqipëria nuk bëhet, mundësia Shqipëria nuk bëhet, që është bërë kështu një shprehje e përditshme, e shohim kudo, edhe të gjithë duan vetëm të largohen. Shqipëria nuk bëhet, unë po largohem. Moshatarët e mi e mendojnë se thonë jashtë është e lehtë, jashtë duhet leku, jashtë është shumë kollaj. Ne kanë shumë gabim. Kam njoh njerëz, kam qenë shumë eksperienca që jashtë unë që është vetë jashtë dhe jashtë nuk është aq fush me lule, aq hase ti punon dhe ti paguhesh. Jo, jashtë duhet jesh i zoti punës, shumicën e rrogës të ta merr shteti me taksa dhe domethënë nuk është aq fush me lule sa e përfitojnë edhe sa e bëjnë. Kështu që unë i them hajt u të mbar, ikni po. U të mbar s'është. Po që do e kuptoni që e kishit mirë. Domethënë, okay, ke shembuj që ja kanë dalë që janë shumë mirë, i kanë ke eksperienca shumë ndryshe, po shumica aty që kam dëgjuar që janë me 2-3 punë jashtë, punojnë sepse është puna që commuting është pjesa që rruga t'i bën nga shtëpia në punë. Shqip, si mund të quhet kjo? Nëse commuting është shumë e gjatë në Gjermani se shtëpiat janë shumë të lira dhe shumë të lëvizshme në periferi të një qyteti ose larg dhe duhet bësh për 20 minuta për rrugën. Dhe kështu vonohen, dalin vonë, jo s'është aq fush me lule. Sinqerisht dua ta theksoj, emigrimi jashtë nuk është shumë e lehtë. Dhe sidomos kur je brezi i parë i sakrifisës i emigrantëve. Nuk është e lehtë. Po edhe sikur të ishte e lehtë, për shembull të ofrojë një vend pune i kënaqshëm, një pagesë e kënaqshme, shumica nuk e zgjedhin këtë. Unë shoh që shumica e të rinjve shqiptarë nuk zgjedhin që të sakrifikojnë të rinj për vendin e vet. Që thonë që thonë ti po shkon në një botë ti individual utopike që jo utopike, po flas në një botë. Sepse vetëm ne jemi utopistë. Po marr shumë nga ti. Ti shkove në Gjermani, kryve studimet atje, shumë mirë mund të gjeje një punë atje. Po. Nuk është se e kishe të pamundur gjeje punë dhe nuk është se nuk mund të ndërtoje një të ardhme të kënaqshme. Por hoqe dorë dhe zgjodhe që të vish në Shqipëri edhe që të investosh në vendin tënd. Këtë po them që shumica e të rinjve shqiptar nuk e bëjnë të zgjedhin. Shumica zgjedhin të ikin, duan komoditetin, duan rrugën e shkurtër. Prandaj unë e shoh situatën pesimiste. Sakrificë. Sepse po, e quajmë sakrificë në kontekstin se shumica kështu e shohin. Sakrificë. Nga që ne kemi shumë problematika si vend edhe e shohim që është sakrificë të rish këtu sepse ke ato streset siç i përmendëm deri tash e që dihet. Edhe prandaj quhet në thonjë se sakrificë. Nuk e shohin gjithë kështu si zgjedhje me dëshirë. Sepse e kuptoj ku do të dalësh, jam shumë dakord te ajo ku do të dalësh, po është shumë e vështirë ta mendosh kur burokracia në Gjermani është, domethënë, atë stres që ti në Shqipëri domethënë heq dorë nga një stres edhe zvendëson me një stres tjetër. Unë e di këtë. Unë e di këtë, por shumë të rinj shqiptar nuk e dinë. Edhe prandaj po marrin valixhet dhe thonë që po ikin. Po e kuptoj, e shoh. Ku e shef ti shpresën që ne do ndryshojmë kur gjithë po marrin valixhet edhe po ikin.
kemi një potencial. Tash, jo, është në fund të ditës çdo person e shef rrugën e duhur. Dhe unë që erdha, unë asnjëherë unë nuk e quaj që për shembull, edhe sikur të ishte në anës sjelljes, unë asnjëherë unë nuk do e quaj që unë sakrifikova veten ose të ardhmen në Gjermani për të qenë në Shqipëri. Unë as edhe një herë, sepse nuk unë mund të quaj një sakrificë kur unë e bëra atë vendim me vetdije, me dëshirën time, me vetdijen time. Unë s'mund të them që sakrificë se unë në Shqipëri unë asnjëherë mua s'më bën sens, sepse në fund të ditës ti zgjedh atë rrugë që është e duhura, që ty të pëlqen më shumë, që ty të jep më shumë përmbushur kënaqësi dhe më pak stres, në sensin që në krahasim me unë kështu e mendoj. Rubi, a mendon se do pendohesh që zgjodhe të kthehesh në Shqipëri? Unë them që jo. Unë besoj asnjëherë s'mund të thuash domethënë me 100% të sigurt, sepse e ardhmja domethënë asnjëri nuk e di domethënë çfarë të pret në të ardhmen, po momentalisht unë them jo. Nuk asnjëherë, është një vendim që jam shumë krenar që e erdha, mora tërat eksperiencën jashtë. Ta Shqipërisë vetëm ta zhvilloj. Po. Se ma përmende që parti. Po. Edhe duhet ta rinxjerr, mos kujto se harrova. Gjithë pyesin, a fillove punë? Po nuse a gjete? Pse nuk gjete i nuse në Gjermani? Pse nuk gjeta nuse? Çfarë përgjigje do të jap? Si të dukeshin femrat gjermane? Tash unë se për nuse po flas, jo në aspektin fizik. Është pyetje e vështirë po dhe e lehtë. Trajtoj me duash. Gjë, pse nuk gjeta, okay. Nuk më s'është puna se më gjite, s'është puna, jo. Ke vajza shumë të mira jashtë. Thjesht isha në një moment unë që okay, do provoja, do shija, po thjesht nuk më ngjiti që të ma bënte bam, domethënë kur se është i pyetje shumë personale. Mos ka që se vetëm unë e di. Po. Është. Është e vështirë të ndërtosh marrëdhënie me një femër të huaj? E shef të diferencën e kulturave ose që nuk kuptohesh? Nuk e shoh sepse kam jo experience në sensin që e kam vetë si experience, po njoh persona, çifte, shok që janë në dy kultura shumë të ndryshme, është gjë shumë normale, është gjë unë për vete unë nuk do e kisha shumë problem. Normal që me një shqiptare të është shumë më mirë të ecën muhabeti dhe je shumë kështu, po unë të e shoh, nëse ajo pëlqimi është ose dashuria është. Përse jo, mund të ndërtosh një lidhje shumë të këndshme. Po, Rubi është i hapur edhe për vend pune, edhe për nuse. Kemi ardhur nga Qermadia me këto kushte. E kemi dhe inxhinjer tjerë. Shumë që goca. Shpresë për të ardhmen në Shqipëri. Mos u mbisni kohë. Po. Me që hodhëm ka shumë zi mbi Shqipërinë, që kemi shumë probleme. Çfarë është një gjë që e kemi të mirën? Edhe me shumë mundësi e ke vënë re kur ke qenë ande. E kam vënë re shumë. Mot. Ja, gjë.
Hodhëm zi, hodhëm kështu, po Shqipëria është një vend, solla dhe shokët e mi të huaj erdhën në Shqipëri para 2 vitesh. Kaluam një javë në Tiranë, në jug, në Ndërmi, në domethënë që vera. Bëra një tur dhe të gjithë thonë, o zot, çfarë ishte kjo? Çfarë është ky vend që na solli, sepse e kam pëlqyer në maksimum. Qoftë moti, po e thash si shaka, po është që ndron shumë. Jo, është një faktor i rëndësishëm. Moti, ushqimi, njerëzit. Po shërbimi, çfarë mendimi patën për shërbimin? Shërbimi, çfarë mendimi? Jo, shumë të kënaqur. Se ne jemi shumë polemika mbi shërbimin, s'na pëlqen, shajm. Jo, shumë, domethënë, unë kisha ato rezervat. Frikën time në fillim, thash mos ndoshta, sepse kam një shok im është me ngjyrë. Edhe para se të vinte i thash, e ula thash, gjoj thash, ti vjen në Shqipëri. Nëse ty njerëzit të shohin, sërse e kanë gjë me ty, domethënë gjë ty personale. Thjesht janë kurioz se Shqipëria nuk është mësuar. Ai që shumë më tha, Rubin tha, s'është hera e parë që iki në një white country, kështu që mos e vrit mendje. Po jo, ne nuk e kemi më këtë, nuk e kemi më këtë fenomen që t'i fiksojmë njerëzit me ngjyrë, sikurse kemi më. Ne, rinia. Se të vjetët janë... Nga këto pruret që janë bërë vitet e fundit, janë mësuar dhe ato deri diku. Dhe kjo ishte një merak, meraku tjetër, kjo ishte dhe thjesht tash gjë kështu. Si e ndjeu veten e? Ai e ndjeu veten, ai është njeriu, e pëlqyen të gjithë, shumë friendly, shumë miqësor, shumë është nisur ky turizmi në Shqipëri, i ka bërë shumë mirë edhe shqiptarëve që të jenë më open, më të hapur. Edhe e ndjeu veten shumë mirë. Një gjë për shërbimin që më the është që kam një shok nga Meksika dhe ai e përmend gjithmonë thotë, përveç se po jo faleminderit që e kam mësuar, unë kam mësuar dhe 2 fjalë të tjera nga Rubini, që janë djali dhe fatura. Fatura. Dhe jo, shërbimi që domethënë nuk e di nga çfarë eksperiencë po më thua që për shërbimin shumë të keq. Unë jam ndjerë shumë mirë, shokët e mi janë ndjerë shumë mirë, e ka pëlqyer shumë. Vitet e fundit është bërë shumë bujë mbi shërbimin, domethënë çmimet që ofron Shqipëria në krahasim me shërbimin nuk janë në raportin e dur. Kemi akoma shumë punë për të bërë me shërbimin, kemi shumë anësi. Me të drejtën, unë bëra turin e të gjithë për një javë dhe kam rezervuar në çdo vend dhe kam parë reviews gjitha që dhe jam siguruar që ato i ke marrë masat vetë. Sa më mirë, po. Edhe që një moment që shumë se kur je, se që një 6 veta, 7 veta dhe kur drejton një grup kaq të madh, duhet ishte pak si i rrept, me sensi që do bëjmë këtë, duhet shohemi në këto edhe tërë rrugën, tërë javën, thashën ti je babi grupit, ti je babi grupit, ti je... Riktheve, disa Gjermanisht është më i vogël. Edhe, janë kënaqur shumë, të gjithë thonë që do vimë përsëri. Shqipëria, një pendes që kam që nuk ja tregova do që veriu i Shqipërisë, po thash hajde një moment tjetër. Një ftesë e hapur. Është Kosova, është veriu dhe domethënë e ka pëlqyer shumë. Dhe çfarë më ka munguar mua në Shqipëri tash, njerëzit shumë kështu, duhet flet, ecën për në shtëpi, ecën për në janë shumë të sjellshëm
në sens që mirëmëngjes dhe kjo të mungon. Moti, ushqimi është komplet ndryshe, nuk ka të krahasuar. Këto ja. Shqyr që s'përmende kafet, se të gjitha në mund. Kafet! Okej, prit, shiko, kam një arsye pse nuk e përmenda. Sepse unë kam marrë kafe nga Shqipëria për 2 vjet e gjys. Mora ekspresin Ama nga Shqipëria dhe sa që vjen në Shqipëri dhe shkore dhe u kthea mesha ato kapsulet nga Shqipëria dhe unë kam tër 2 vjet e gjys unë kam nejt me kafe të Shqipërisë. Jo, nuk thash për kafe si pije, thash për kafe si institucion, se ne kemi institucion tashmë. Kafe si institucion. është shumë e frikshme që jashtë janë shumë pak lokale që nuk kanë kështu karrige. Jashtë. Domethënë është lokale të kesh karrige në rruga, në kështu është shumë e frikshme. Në Shqipëri janë Patjetër se këto në kokën ka të frikshme. Është kështu. Doli ai liçi për hapësira publike. Timin e kështu gjasme që do hiqen po. Shqiptarët zena aty në tokë. Është rruga ime. Jemi të vendosur. Po, kjo ka qenë domethënë Shqipëria, tash isem po shumë patriot, unë e dua Shqipërinë. Po fakti që erdhe do. Po, është i kemi dhe ato delet e zeza, po. Po fokusohemi te të mirat. Po. Qa do t'ju thoje ti gjithë moshatarëve tu, pak a shumë e përmeni gjatë gjithë intervistës, po që duan me ngulm të ikin. Duan me ngulm. Ti që ke provuar si eksperiencë, një këshill. Unë ja sugjeroj, nëse kanë ndërmend bashkëmoshatarët të bëjnë master, nëse kanë mundësi që ta bëjnë jashtë, ta bëjnë, sepse ikura jashtë, pavarësia i maturon, i rrit shumë. Dhe bën shumë të mendje hapur, shumë të komunikueshëm. Për ato bashkëmoshatarë që janë si mu pa punë dhe ikin jashtë, është puna kështu. I them rrugë të mbar. Rrugë të mbar, inshallah fati jot, inshallah është më i mirë se imi, i uroj shumë të mirat. Nëse nuk është dhe vendos të rikthesh, duhet të jesh shumë krenar, domethënë vendimi që ti je rikthyer duhet ndihesh shumë krenar që e morë, jo si sakrificë që unë sakrifikova. Jo, duhet të jesh përveç sakrificë, shumica e shohin dhe si turp. Si turp. Turpi është për mua, turpi është domethënë nuk përse është turp. Ti ike, e provove, nuk të ngjiti. Nuk të ngjiti. O kush po se nuk duhet të se qim shumë mirë. Edhe jo, për mua është, kam pasur këtë muhabet me shumë shok për pjesën e turpit, pjesën që e lej që si mendoj kështu unë fare, nuk e shoh fare. Unë ika, e provova, e pash, erdha. Ky jam unë, kjo Rubini është një vendim që jo po thonë tjerë, po unë atë personin tjetër, unë do të takoj herë 10 vjet, pse duhet më ndikoj mua? Jam krenar për atë që bëra. Në fund të ditës unë i ka jashtë juaj. Unë e provova. Jo, po që kjo pjesa e turpit duhet të adresohet shumë, sepse e shoh që ka njerëz që është e theksuar që madje është aq e theksuar sa që shumica kanë sakrifikuar veten dhe kanë kaluar vështirësi emocionale e psikologjike për opinionin. Aty doja të dilja, unë para se të ikja, unë i thash prindërve, i thash okay, unë po iki. Prioriteti im së shkolla është thjesht
ekspozimi im i jetës jashtë, i Nga një kulturë tjetër. pavarësisë. Ky është prioriteti. Shkolla është në plan të dytë. Unë po iki, okay, të shoh, a mund të dalëm të jetoj vetëm jashtë në një shtet që unë gjuhën s'nuk, edhe do e shoh se si do kështu. Do vi sezoni i parë i provimeve. Unë do mësoj aq si unë di të mësoj. Nëse unë nuk kaloj, te sezoni i dytë unë do jap 10 fishe. Nëse unë as në sezon të dytë unë nuk do kaloj, atëherë unë do kthehem në Shqipëri, sepse unë nuk do strapatsohem që të mësoj për një shkollë që në fund të ditës themin e shkolla shumë e rëndësishme, edhe është shkolla të dashur shikues shumë e rëndësishme, po në fund të ditës është eksperienca në punë që vlen shumë më shumë. Dhe thash, unë nuk do të strapatsoj veten që të kaloj në depresion, në stres. Kam pasur një rast, ishte viti i parë që unë isha në konvikt dhe një studente kishte vrarë veten. Nga stresi, nga se nuk ishte marrë një provim a një gjë e tillë. Dhe kur dëgjon, kur e shef këtë rast që ty të ndodh afër, thua, okay, shëndeti i mendor është shumë i rëndësishëm. Dhe pjesa e turpit është për mua është mendimi jot, është kështu, unë e bëra time. Dhe dua t'i them gjithëve që për turp, për pse duhet të interesoj ty çfarë do thonë të tjerë. Në fundit nuk është turp. Fundit s'është turp. Duhet kategorizohet si turp. Jo, ti që të tregosh atyre të tjerëve, ti duhet ta own atë gjë, ta zotrosh atë turpin edhe thua po e bëra. Ika pash nuk erdhi. Është next step, është kapitulli tjetër. Kështu mendoj unë. Kështu e kam. Jam pjesa e turpit është. Çfarë mendon ti se është më e rëndësishme në jetë për ty, ose çfarë duhet të jetë për të rinjt? Për të rinjt në çfarë aspekti? Domethënë, sepse ka shumë gjëra të rëndësishme, thjesht dua të them gjëja e parë që të shkon në mend ty për shembull në jetë, në them. Për të qenë i lumtur unë me jetën time, i përmbushur. Ka shumë lëre. Që të jem i përmbushur është, nuk e di, do gjej shumë klishe, po gjëja e parë që më shkon është thjesht një familje. Është, domethënë, është, nuk e di, për mua familja është suporti, është dashuria, është dashuri pa kushte, po themi se ke dashuri tjera. Suporti është gjitha, është guri jot, është për mua familja është më e rëndësishme, më e vërtetë. Dhe fakti dhe nëse unë do jem i aftë që të krijoj një familje time, do jem shumë i lumtur, shumë. Po marrëdhënien me lekun si e ke? Sa e rëndësishëm është leku për Rubi? Se tashi folën, po tani moshatarët e tu vetëm te leku ju funksionon truri. Leku në punë, leku në partner, leku në po duhet ma cilësosh pak. Në jetë, shumica e shohin si prioritet, domethënë sakrifikojnë shumë të rinjt për lekun. Shkelin edhe mbi moralin, parimet. Mbi moralin, mbi parimet, okay. Leku për Rubinin nuk ka shumë rëndësi se tregoj sinqert, mos shumë sinqert, sa krenar dhe sa i përmbushur jeti me veten tënde. Lekët, unë një të ardhme, unë mund kem shumë pak lek në sensin që domethënë kam një rrogë shumë minimale dhe nëse unë jam i përmbushur në aspekte të tjera, pse duhet të sakrifikoj unë atë familje ose atë moral për një lek më shumë.
për mua nuk ka shumë shkam. Leku është gjë shumë. Se më kape edhe çik matë, kështu si shumë përgatitur për kështu pyetësh. Po ti për asnjë s'ishe përgatitur. True. E vërtet. Lego për mua nuk ka ndonjë rëndësi shumë të madhe. Okej, se duhet që të jetosh, po Është një mjet. është një mjet, po do të thënë jo atë rëndësinë që shumica e të rinjve në Shqipëri e cilësojnë domethënë si të rëndësishëm. Shoh kam shumë, jo kam shumë, shoh të rinj që blejnë shumë gjë të shtrenjta që unë s'kam, pse duhet një rrip shumë të shtrenjtë, duhet ta blesh, pse rripi thjesht gjej një rrip, do i punë, çfarë? Seriousë? Nuk e thonë se shpresë është thjesht për të mbajtur. Është thjesht për pantallone, seriousë ke ja, si jam tek legu që të quaj shumë prioritar në jetën time, jo. Dua të hap një biznes, se shumica e shqiptarëve thonë që ti që do të hapësh një biznes, ti thjesht që do lek. Unë dua të hap një biznes që nesër pas nesër unë të jem më fleksibël në orar, të jem më i barbar, të mos i përgjigjem dikujt, unë të punoj për veten time, për 1-2 lek, unë të paktën fitoj një kohë që unë nëse do punoja me një orar zyrtar 8-5, unë nuk do e kisha atë kohë. Kjo është Rubin në fel. Rubini, një plot 25 vjeç, a i ke arritur ato dëshirat? E thekson shumë këtë plot 25 vjeç, nuk e di pse. Se je shumë i vogël. Në qerek shekulli, Rubin. I ke arritur ato dëshirat edhe piksynimet e tua deri tani në moshën 25 vjeç, çfarë ke pasur? Piksynimet e mia. Me të drejtën, jam surprizuar shumë me veten time. Po e them, nëse është Rubini në 20 vjeç dhe thot unë 25 vjeç unë do bëj këtë. Jam surprizuar shumë. Nuk është se kam bërë në një piksynim që të thuar që okay, unë do bëja këtë. Jam surprizuar shumë dhe fitoria më e madhe është që pavarësisht se mbylla shkollën, edukimi më ka mbaruar, domethënë thjesht jam te procesi i punës, kam njohur shumë veten time. Që jam shumë krenar, jam shumë. Të pëlqen vetja? Jo në ato kuptim, po vetë më nëzore si pyetje. Në krahasim me çfarë kam qenë kur ishe 20 vjeç, të pëlqen vetja? Po. Jam shumë krenar. Si do doje që Rubini mas ca vitesh ta pëlqeje veten? Ti qesh, po kur bëra 25 vjeç kam shkruar ato synimet për 30 vjeç që do t'i kam në Excel i ke shkruar data? Mbushura. E kam bërë në Outlook, në email që të vi në datën kur unë do bëj 30 vjeç. Shpresoj mos i zhduket. Shpresoj se kam mësuar që dhe mu të zhduket, po inshallah që së zhduket se unë i kam harruar sa kam shkruar. Ja, sa më shaka të vësh. Mbaj mund sa gjëra, po. Po pse s'e shkrove në letër, gjithmonë letra. Po thash pra, më kështu, më inovativ, më kështu. Po çfarë shkruan aty se na bëre kurioz tash. Është thjesht unë dhe vetja ime në 2013 e djetë. Po është shumë
është një moshë që unë sepse shumë tash i thonë që jo, unë ti po rritesh, jo, është mosha 30 vjeç që e shohin me shumë kështu, po u rrite, çfarë do bësh? Është një moshë për mua jam shumë i emocionuar që Me zor po e pret. me zor që po e pret. Me zor po S'është pret e shoh, duket. s'është po. Po. Do të thonë është sepse kur unë në një fazë 5 vjeçare si 2020-ën, 2025-ën u habita shumë veten time, për 2030-ën shpresoj dhe uroj që të habitem shumë. Edhe unë ta uroj që ta habitesh, Shumë faleminderit Lorena. edhe që të realizohet çdo gjë që ke shkruar në email. Shumë faleminderit. Gjithashtu shpresoj që të na rregullosh rrugët më së miri. Inshallah. Robi, faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit për ftesën që Edhe të vlerësoj shumë që je rikthyer në Shqipëri dhe je krenar që je kthyer. shumë faleminderit, shumë që një kënaqësi që patëm këtë diskutim bashkë që me çik shaka, me çik seriositet, por që siç na ka hije. Po. Të pres kur të bësh rrugën e radhës. Po, do vi në projektin me të gjitha gjërat. Faleminderit.